Një situatë e pazakontë shënuar gjatë seancës plenare të ditës së sotme në Kuvendin e Shqipërisë, ku kryetaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Mirela Bogdani, po raportonte përpara deputetëve. Gjatë leximit të raportit të institucionit që drejton, në sallë dominonte zhurma dhe mungesa e vëmendjes. Disa deputet nga të dyja krahët politik qëndronin në këmbë duke biseduar me njëri tjetrin, ndërsa të tjerët dukeshin të shpërshënduar dhe nuk ndiqnin prezantimin. E habitur nga mungesa e seriozitetit, Bogdani ndërpreu fjalën dhe u shpreh: Ndërkohë që aktualisht që flasim, kemi përmbyllur numrin 46 të vlerësimeve etike dhe profesionale. Më lejoni t'ju theksoj që është një impenjim i jashtëzakonshëm i burimeve njerëzore i grupit prokurorëve të komanduar, i anëtarëve të komisionit të vlerësimit, i bashkëpunimit me Këshillin, i cili përfundon me një seancë dëgjimore dhe përballje të gjetjeve të raporteve. Në atë moment ndërhyri kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, duke ju drejtuar deputetëve. Ju lutem bani qetësi, dëgjojmë raportin. Pas ndërhyrjes së Peleshit, seanca vijoi me ritme më të qeta, ndërsa Bogdani rifilloi prezantimin e raportit të KLP-s, duke përpjekur të transmetojë informacionin përpara ligjvënësve.